Po jemi live, tash jemi live. Foli ti, okay. Po ha. Okay. Hello. Përshëndes në teleshikuesit. Teleshikuesit. Një teledëgjues kemi ne, ai është këtu me neve. Ore, një pyetje kështu sa për nxemje tash. Pse është kaq e rëndësishme që njerëzit, për shembull, ata që bëjnë kështu gjëra, do ta specifikojnë që jemi live. Ne bëjmë live, ne s'jemi live për shembull. Rëndësi e ka unë tani. Ajo gjëja emisioni është njëri një kohë, në kohën e gjyshës, ishte gjë shumë e vështirë të organizoje një kështu live. Po mirë, po tani ai thjesht është live, nuk do të thotë se ka cilësi të mirë. Për shembull, ti mund ta bësh një program shumë mirë, nuk je live, e ke bërë dje për shembull, dje mas dite, je marr 5 orë, ke bërë 1 orë program, edhe pa transmeton sot. Ku që ndonjë problem? Marr vesh ty. Po, ideja është që ishte çështje pordësh njëra një kohë, sepse ishte shumë e vështirë të bëj një emision live. Të bëj. Po ndoshta tash është pjesa që thjesht të rresh më shumë vëmendjen. Porda, jemi live edhe, okay. Base kur enjoying që jemi live, po ja që ka live edhe, po bëjnë diçka të live janë best edhe. Po nuk e di, po mua si më shduke live si për kompliment. Je live çam. Po. Dikush e bukur kur ka qenë njerëz të humbur. Si e kishte ajo Mikesha që bënte njerëz të humbur? Aida. Përshëndesim nëse. Përshëndesim Aida. Aida Ishtino. Të na që emisioni ishte live, ajo shikonte atë shenjën aty që thoshte on air, që është shenja historike. Edhe kjo thoshte jemi në ajër. Për kohë time kjo thoshte jemi në ajër. Po ashtu është tash po ta përkthesh. Si më qen ka ashtu, më futja porta skot, kodi që ra. Në përkthimi shqip më burr. Okej, kodi qenë koç, si them kodi qenë. Pa çfarë, më vet kodi tani. Jemi në ajër. Përkthim. Ora nga ti ndoshta atë tabelën ajo e kishte në shqip. Nga unë, e kam marrë ndoshta këtë dollari në Tiranë. Jemi në ajër, e kundërta jemi në tokë. Ora, masaj na e ka qenë apo? Ne s'kemi kuptuar gjë. Fix. Po, ashtu është. Okej, edhe të sqarom tash temën tjetër. Çfarë flisim ne? Çfarë ka ndodhur këtë javë? Si dënuan Trumpin? E dënuan Trumpin. Po me masë asnjë gjë nuk i bën më problem Trumpin. Po jo, e ke shumë nuk ishte jo, po s'ka asnjë merak, po. Për çfarë dënuan më plakse? Po ja bën një pagesë. 34 vepra sa ishin. 34, po çfarë bëri ky teknikisht? Me që janë 34, i bie që ky me 34 gjëra të ndryshme ka bërë një konspiracion të jashtëzakonshëm. Që edhe që i futët duhet jenë super. Duhet ta kenë të vështirë të bëjnë 34 gjëra të ndryshme dhe ti gjesh fajtor për 34 gjëra. Çfarë mendoni ky se bëri ky fix fare? Jo, mua nuk është se më intereson shumë me të drejtën, kjo pjesa se Ore mirë, kot nuk keni menduar ndonjëherë pse dënuan, për çfarë u dënuai biri po? E tentova e ditë që ta gjejte përgjigjen. Edhe ishte vështirë, a? Jo, nuk ishte vështirë fare. Domethënë, u futa unë, po tentoja që ta gjeja, domethënë çfarë kuptimi ka gjitha kjo. Dhe po mundosh të lexoje gjë kështu në fund thoshte që kjo s'do të sjellë asnjë lloj ndikimi asnjë dëmi ti për të kandiduar për president. Okej, jemi dakord, po ore. Do thonë që kjo është dënuar, cili ishte krimi i tij, cila ishte vepra. Ai gjëra do i gjejnë ashtu më plak, ka pak gjëra për të. Jo më plak, po ka është gjë specifike ajo. Po tash ja ishin dy ato kauzat më të mëdha. Ore një ishin kauzat. Ato që kam gjuar unë, ishte një pjesa e sekreteve të shtetit se çka kishin nxjerrë çfarë dokumente çana. Okej, nuk është kjo njësi. Edhe pagesa për është pagesa për atë Mikeshën më plak. Pagesa për pornostar. Po një sekond tani, të vesh me tjetër. Po. Të vesh me lek me tjetër. Po. Ti pagojsh dhe sa i pagoje $150,000, 250, nuk e mbaj mend se ka paguar, që të firmoste ajo.
Tani, të fusi tjetrin në burg, se ti vete me dashnore. Keni parë kështu juve? Tani varë sa që unë i dashnore, po jo plak se tash. Po mirë, okej, pagoja i tjetri me prostitut. Po prostitut nuk është dashnore plak. Okej, prostitut nejse, më keq akoma. E po vetëm sepse pagoj dhe ishin të gjithë palët ishin të kënaqura. Do të s'ka pagu taksa. Disa më kujton kjo mua, më kujton atë te Family Guy, është ajo, ka një si pjesë atje, kur shkoi një çift, një burr me një prostitut, domethënë shkojnë në dhomën e motelit, edhe fillojnë atë procedurën, edhe ndërkohë hyn policia direkt. E thotë ndal, thotë, je duke kryer krim, je duke çuar një prostitut. Edhe jo, thotë, sepse ne jemi duke e filmuar, domethënë janë duke bërë video Ah, po e kam parë. Janë live. Okej, jeni duke filmuar, thotë, jeni në rregull. Ja live fix. Vazhdojnë. Po kjo punë e Trumpit, si ta thash, përdesa këtij nuk i ndikon, më duket gjë koti. Tani. Po jo, e gjë ploti se shikoj, nuk është dënuar asnjëherë asnjë president. Po mirë i bëj precedent, është precedent. Asnjëherë asnjë president nuk është dënuar më para për krimet që ka bërë më para. Sepse ishte marrëveshje e pashkruar gjatë gjithë historisë politikës amerikane. Një, dy, këta e dënojnë për një gjë që e kanë bërë 10 presidentë të tjerë. Jo vetëm 10 presidentë të tjerë, po senatorët dhe kongresmenët atje pagojnë miliona dollar vit për vit vetëm për këto gjëra. Ky është justifikim që se e kanë bërë tjerë për bedhon. Po jo më plak, po. Okej, po ka sa gjëra këtu. E ke identi kot për fiksim. Juve. E keni idenë juve sa femra me ngjyrë janë gjykatëse në Amerikë? Sa përqind e gjykatësve janë femra me ngjyrë? Besoj pak. Po thoni një shifër përqindje. Me përqindje? Po. 20? 40 po. 1. Si 1? 1% e gjykatësve në Amerikë janë femra me ngjyrë. Po si dhe ka kjo? Prit. Tani na 1% e gjykatësve, ai paneli me 5 gjykatës ishte 5 femra me ngjyrë. Sa është probabiliteti që kjo të ndodhi? Ti po thuaj që procesi nuk ka qenë normal? Po normalisht nuk ka qenë normal. Se kishte dhe juri. Po mirë më tani, unë se kuptoj pse duhet merresh në këtë më plot. Tani ai se po i krijoni dëm, ai mund të kandidojë prapë. I rrit popularitetin. Po, në menimin tim, tani ai po del po i dëgjohet prapë emri gjithandaj tash. Ka debatin tash në fund muajit, apo jo? Edhe do vazhdoj jetën i qetë. Nuk është se do i hyjë. Kur janë zgjedhjet? Këtë vit në nëntor. Në nëntor ja gjithmonë zgjedhet. Nëse ai zgjedhet do fitojë se do qytet. Po mirë, po kjo i bën mirë them unë. Do t'i fitoj dhe normalisht i bën mirë, ore zgjedhjet i ka të fituara zotria. Vetëm nëse vdes ai. Po zgjedhjet i ka të fituara. Qof like. Po dhe mund ta vrasin, nuk është çudi. Nuk është çudi. Se kanë thënë Simpsonat për këtë. Po mirë mos ai mund të vdesë të vajtë. Po s'ka thënë Simpsonat kanë nxjerrë podcastin ton. Po nuk është se thënë. Bravo, me kodin që re. Jo, Simpsonat i kanë dëgjuar vetëm për finalen e Kupës së Botës Meksik-Portugali. Ku ishte botori i kaluar? Son sparë vëkshë. Atë e vura, Meksik, Portugali. Edhe mos ka bëj nuk doli, se kush jo, me normalisht nuk doli. Po sa ta nuk është specifikuan të cili botorar. Kështu që deri në fund jetës tash. Gjithë botoror ti, Meksik, Portugali. Meksik, Portugali. Po kishte goxha atë 10.000 lekë, i vura bashkë me shokun, vente 10.000 për 760.000. Po. Prandaj vende për e kishe koeficient 76. Pa një arsye. Edhe ne kur vum atje, ne vum para, kupton që sa më para ta vesh, aq më të lartë ka koeficientin. Po. Na thaj do, po këta kush di çka kanë marrë vesh ta. Po ata që i din ndeshjet nuk kanë 10.000 lekë më pak. Po duke njohur Simpsonat,
Më shumë nuk ose të hitja... Nuk ishte vërë shpinë e diti. Edhe isha bërë me 76 shtëpia pastaj. Po. Gjitha shtiri. Edhe Trumpi me sjeruam. Trumpin votoni voto. Pa të video në Gjermani që një që zonë e grantët. Po. Për të ishtë? E pas. Protestonin Gjermanët për pjesën e emigrantëve. Unë pash një që protestonin për qerat. Këtë se kam pa. Jo më plak, ja pritë se po të bëj. Shikoj që ka? Pa, sa bukur me shesh skenë. Po. Një sekundë, se ka një skenë këtu. Ka një skenë që është legendare fare. Ky tipi që normalisht fytyrën këtit ja kemi mbuluar. Ja kemi mbuluar ti? Ja ka mbuluar The Times në këtë rast. Të gjitha media ndërkombëtare ja kanë mbuluar. Përveç sa ishin ca të rinj gjerman që kanë bërë një këngë kundër emigrantëve, po fytyrën e tyre nxorën këta në publik për të gjithë. Po nëse ky tipi me këtë fytyrën është njeriu nga zona më civile botës, në feja e paqes, që hyn në protestë me thik. Edhe do të rafik ta tipa, do t'i vrasi. Po nuk është kjo skena. Prit, janë Gjermani mo. Ha mo tani. Prit, apo s'është kjo video. Prit, po mos ndosh i sekond, se kjo video është për një protestë që po bëhet për Islamin, kundër Islamit. Edhe futet ky. Ja dhe sa kemi harruar i çik. Po na duhet çik video. Prit një sekond. Attack on Titan. Attack on Titan. Ja, prit. Një sekund, bëj full screen. Ok. Edhe këta, gjeni kamera më të mira. Ky tipi. Ok. Nëse. Ok, po përleshet me këta? Aha. Ok. E gjuajti të këta. Shikoj tani. Ky me blu, po tërhiqte, shikoj edhe një sekund. Si që është e kama këtu, personi me blu, me gjupin blu e tërhoqin brapsh. Ky këtu është polic. Ky është polic. Polici ishte aty. Këta janë polic. 1, 2, 3 janë polic. Polici. Çfarë duhet të bënte në këtë rast? Andalon dhe mu. Cilin duhet të sulmonte? Këta që është me fik në dorë, apo që po flet në gjuhën e tij, apo këta personat e tjerë që po flasin gjermanisht? Mendoj ndoshta ka tërheqë atë që mos të dëmtohesh. Si mo duhet kapi atë, duhet kapi këtë, duhet të neutralizoj këtë që ka fikën dorë, jo të tjerët. Karma ekziston, se shoqa bën zotria. Vete polici? Opi gjun ke qafa, po. Pa, se këtë pjesën e kanë hequr. Është ky polici që është. Ky tipi e godet policin të qafa e plagos. Po. Po polici vdes? Jo, nuk vdes polici. Edhe këta shqyqyre gjuajtë me pistolet. Pa i tipi vdes pastaj? Jo. Në spital. Ajo që dua të them unë, është polici ndërhyn ai që është viktim në këtë rast. Mund të ndërhyj agresori. Ai ka viktimën, i vërsullet viktimës. Po më tani këto janë sa analizë duan këto që çfarë dhënash kanë pas policët, kush i ka thirr policët? Po policat ishin aty më plak tani, se nuk është 30 sekonda ishte manifestima. Ishte manifestima. Policat ishin aty rrotull. Nuk është erdhën, sa erdhën dolën në makina pan ata aty. Policat aty ishin.
Si ka mundësi që I futet ati ti? Mos ndoshta e ka panë rrezikët, thjesht e ka shtyp. Kaq. Ore qaf. Atë personin me blu, ose ndoshta ka menuar që ai mund të jetë shoku I agresorit, diçka të tillë. Po. Ose Po një flisin numrin e gjermanisht, të po marrë. flisin gjermanisht ata mo. Për më Po vaqe pse, po ato tjerë që janë aty, ç'a mund të flisin? Se nga I do nisësh ai që flisin Po na gjermanisht. çfarë do niset? Ore nga momenti aty po çka ka qenë? Ore, pastaj ai mund të thotë që ata që po flisin gjermanisht mund Ore të është me thik në dorë personi tjetër, është me thik në dorë. Po për më tash ti do të thosh që policia ka mendu keq, ka vepru keq. Gaboj, do marri kështu. Po pse gaboj mo pla? Dëshkim Çfarë? Cili është shkaku gabim pse gaboj polici? Po do të pyesim policin. Do të Me pyesin që kemi. punët e brendshme të Gjermanisë. Pyesim policin. Se ti gjatë polic kape atë dhe jo atë. Nëse po kjo ishte protestë tjetër gjithsesi, ishte për pjesën e kundër islamit, kundër fesë, është protestë tjetër ajo që ishte bërë për pjesën e emigrantëve. Po njëta gjë janë. Me qëra Allahi. Ore, po në Gjermani kanë bërë kundër protestë, sepse jemi në muajin e shenjtë tani. Po, muaj shenjtë. Jo, kundër protestë në kundër protestë nuk kanë bërë më sa pa. S'kan bërë kundër protestë. Jo. Ndoshta po e përgatis. Bëm këto në Shqipëri ne kundër protestë. Kur ishte të dielën duhet. Ja dielës sot po. Kur ishte para ca ditësh. Apo dje fare ka qenë duket. Dje ka qenë fare. Dje më duket se sot e bëm këtu në Elbasan. Me 10 veta aty. Ishim protestë dje këtu? Jo, kundër protestash. Ishim kundër protestë në Elbasan dje? Po. Jo, dje ishte në Tiranë. Në kush? Ja, shoqata të çajta. Nga Altin Pano, ja, me shoqe. Sa to ishte? Altin Pano? Akil. Kush Altin Pano? Është një nuk jep Akil. pastor ungjillor. Është një pastor ungjillor më I famshëm në Shqipëri. Ore mos është ai pastori që vete në vinte palestër kë? Nuk është në Elbasani. Nuk është në Elbasani. Jo, është tjetra. Kë palestër këtu. Kush ai Tullaci më? Se mbaj mend, ka qenë njëri në kohë që vinte palestër. Është një kështu tjetër, ai është shumë kështu ai, shumë I shpifur ai tipi. Shumë I shpifur në kuptimin që nga Tullac. Jo. Është shpifur kështu nga mendja, them, është. Është paksa I lojtër, më duket mua. Se ky Akil është I çiki përmbajtur. Po, ky fitoi edhe atë betejën ligjore në gjykatë. Ndaj këtyre pas se këta e akuzon për shpifje për dhunë psikologjike, se ky I shante nëpër televizionin për këto. Edhe këto e hodhën në gjyq, edhe ky fitoi në gjyq. Akili domethënë fitoi. Po shoqë domethënë. Okej. Nice. Po nuk ka, ata krishterët janë të kotë, domethënë. Ata janë të kastruar, kështu që nuk bëjnë dot gjë ata. Në çfarë s'bëjnë dot gjë? S'bëjnë dot fëmijë? Jo, po janë si fe. Si fe janë të kastruar. Shive se kjo është çik është shumë gjë debat. Po, jo se ha shumë debat, më jo po. Tani nuk ka debat fare kjo. Jo, po tani nëse një fe s'do jetë kështu, I bie që do jetë si shokët tan nga lindja. Po, that's the point of being a religion, though. That's the whole point. Po tani, shikoj tani, se pyetja që kemi është pyetje filozofike për $1 milion. Që kemi këtu në ekran të poshtë. Po. Me sa di una, të vetmit, në gjithë pjesën perëndimore të zhvilluar të njerëzimit, të cilët kanë ndaluar mësimin e leksioneve për gay
në fëmijë, në shkollë, për fëmijë, në shkolla për të vegjël. Nuk e mbaj mend cilin qytet, po ishte në Angli, edhe ishin shokët ta musliman. Tani, ta kanë sjell tek rezultat pozitiv. Po. Pa ma kanë sjell një rezultat pozitiv. Edhe këto ishin të gjitha gra që u organizuan. Nuk është se ishin... Biga për gratë. Ishin gratë e lagjes. Ishte thjesht një lagje atje dhe ishin gratë e lagjes. Edhe këto bën që të shkolla, ku shkonin fëmijët e tyre, mos t'i jepnin më mësime mbi seksin dhe pjesën po, alfabeti. Asnjë tjetër në gjithë perëndimin nuk ka arritur të bëjë këtë gjë. Asnjë kategori tjetër. Si t'ja bëjmë që ata janë vetëm që kanë fituar deri tani? Ti intervistojmë edhe të marrim opinion. Intervistojmë në podcast. Besoj se din anglisht ato, po nejse. Po kjo është anë negative pastaj tjetër. Tani, këta edhe mund ta bëjmë ata përdesa janë angli, domethënë që kanë krijuar një komunitet aq lidh me njëri tjetrin, veç anglezëve, domethënë se nuk përthes se ka anglez aty, anglez dem baba dem. Po. Edhe e kanë marrë në dorë situatën vetë dhe kanë thënë edhe bëjmë këtu, siç dimë ne. Dhe se përdoret komuniteti i madh, gjithsesi përderisa. Po. Edhe e kanë bërë. Nuk ishte komunitet nëse. Siç është një lagje Tiranës e marrin ose një bashki të tërë marrin komplet ndorë ato. Patriotët tonë nga veriu edhe bëjnë çfarë duan. Jo se kanë gjë të keqe, nuk është një gjë e keqe se s'bën, po ata janë njerëz gjithë të një kulture, edhe duan me bërë, dhe bëjnë. Çfarë problemi ka? Paguajnë taksat, paguajnë detyrimet, janë rregull. S'ka problem me ligjin, kështu. Ore, po dikush e bukur. E bukur se të gjithë personat që kanë marrë Gjermania, i ka marrë, nuk është se problemi i madh i Gjermanisë nuk është sepse ata kanë nevojë për forcë punëtore, se nuk kanë punëtor për bërë punët. Problemi në thelb nuk është ai. Problemi në thelb është që ata nuk kanë të rinj që të paguajnë taksa për të mbajtur shtetin. Ky është problemi i tyre. I shtetit gjerman. Ky është prioriteti numër 1. Ata nuk kanë të rinj që të paguajnë mjaftueshëm taksa për të mbajtur gjithë sistemin e Gjermanisë. Çana kjo do thotë që gjithë ai sistem dështon, nuk funksionon. Është sistem parazit by default. Do të thotë që ishte më mirë komunizëm? Po. Prandaj votoni. Kur janë zgjedhjet? Zgjedhja në maj vitin tjetër, po. Maj vitin tjetër? Po. Do votojmë Arlin Qorin. Arlin. Po, direkt. Sigur të hapi dhe Akil Pano në një parti edhe do votojmë. Po pse mos ta hapi? Arlin Qori pa i tjetër që është Adriatiku. Po, Adriatiku, po. Kush Adriatiku? Adriatik Lapaj. O, Lapaj. Po. Lapaj, me një le. Ore Adriatik, kush Adriatik Lapaj? Është njëri që ka një Samsung nga 14 thoshte dhe nga jo vërtetuar që nuk sponsorizoheshin nga ky tipi. Tentoi të nxjerrë disa fakturë ky se akuzonin pse bën mitingje jashtë e brenda kështu me çfarë lekësh e me çfarë kështu. Pas për lëvizte. Edhe nxori ca bileta ca gjëra kështu, ca të ardhura, edhe kur ishte te Çani. Nxori 2 faktura tha, brenda këtij muaji tha do klikojmë gjitha faturat e tjera tha. Brenda këtij muaji ishte vjet në nëntor. Edhe nuk i kanë dhënë. Shikoj tani, një sekond. Ky zotëria është i stërvitur, kjo nuk diskutohet. Po mbaj pranon edhe vetëm që e kanë marrë atje për trajnim e gjëra. Është i stërvitur është një. Ore vetëm që në mënyra se si vishet. Ky është Lalieri 2.0. Jo në mënyrë si vishet, po edhe në mënyrë si flet, si drejtohet. Çdo gjë në mënyra se si flet, se si drejtohet, se si vishet, postura, të gjitha këto është Lalieri 2.0.
Vetëm Arlindi s'ke çaj thua. Arlindi ka çaka. Arlindi s'ke, po, ka çaka. Arlindi s'ke. Arlindi me plezë lagjes atje i fundit të no? Fix, aty ke stolen, s'korrin. Po s'ke ku voton tjetër, ja. Erdhë zgjedhjet, zgjedhjet janë nesër zgjedhjet për shkakun. Këtë do votoj ti. Apo s'do votoj fare. Një sekond. Tani një tangente. Po, tangente. Hap kap. Se Google-ova Adriatikun. Po. Tani, ne jemi në vend që maksimumi ka 4 milion njerëz bashkë me ata që janë jashtë. Po ti numërosh 2, po? Po. Tani, Google-on Adriatik Llapaj. Normalisht dalin imazhe vetëm në media shqiptare. Po. Shikosa, okay. Foto nga Gazeta Dita, Gazeta Koha Jon, Ora News, TV1 Channel, Argjiroja, Politico Pikal, Shqipëria Etnike, nuk jeni në shere, All News Pikal, Vota Sot News, një sekund, Lapsi Pikal, Prapa Skena, qashko, Gazeta Tema, Gazeta Si për qasje, Gazeta Panorama, Sot News, A2 CNN, qashko CNN Gjirokastre, afiliatëri, CNN Gjirokastre, Syri.net, Zoom Pikal, Alfa Express, Këna dhe një në tweet, Timoni Pikal, O zotri, nisë nga piku, qanë në më portalet të Saranda News, Maska Pikal, Top Channel, prit, TPZ Pikal, Koha, Ora News, qaj CNA-ja më plak, Euro News Albania, Saranda News prap, Saranda News. Okej, ka pagu 2 hera Saranda. 360 grad. Qaj Gazeta Corrieri. What the hell, më plak. Droni Pikal. Gazeta Telegraf. Ore, qa janë gjithë këto, më plak, tani, pa censur. Portale, pa censur që i thëto. Kush i lexon? Kush i lexon? Por si lexoj unë dhe ti, po, ka të audiencën e vetë. Po, normalisht se sa vete kap telefonin plakut unë, telefonin plakut tim ka një 100 notification atje, ka notification për çdo gjë. Mos harro, më fal vetë pamfleti. Pamfleti? Pamfleti është njëshme qeverin. Për qasje, qash për qasje. Ana. Të dhe telefona është obeni, ta që u vinë 100 notification atila, janë telefona më të mbrojtur, ose më të sigur për të përdorë, se nuk i merre një imi përgjim në një telefoni që i vinë 100 notification nga pamfleti, atë të ti mund bësh qërë dhe pisliku dush. Po. Dhe të kthehemi tek, më falni, të kthehemi tek Adriatiku, masi lexove gjithë to, ku ishte përfundimi? Nuk do e votojmë. Përfundimi morë, qa janë gjithë këto media. Jo vetëm të kërkosh Adriatikun, ti kërkosh qa do dhe gjë dhe do dali po njëjta gjë. Po që prapa skena, qa është prapa skena? Media sociale. O, do li lutëfiu. Ta shi kanë dalë dhe këto media. Përshëndesim. Ta shi kanë dalë dhe media, ti është online. Ti është hap një faqe në Facebook ai, okay, ndoshta edhe hap dhe sa hap. Si do jemi dhe ne. Po, okej, jam dhe. Ti do dalësh YouTube aty, nuk do dalësh kodi.com, do dalësh YouTube. Po, ato që përmendet disa janë në YouTube, më. Jo, më është linku i këtyre, është linku i mediave. Facebook apo i faqes? Jo, i faqes më plak. O, rilinja demokratike, Sa bëni domajnë? Po, nuk është qeshtë. 10 euro, 20 euro, okej. Ti shqife kam .com apo .kal, .to, CZ, që e këto, të këllë. Shpesë se kam problem të hapim një portal, një faqe, dhe thjesht të pasurojnë. Kemi një shok që japë që se doni, 500 euro. Me 10 euro e hapun. Na për faqen, qa po thua mo plak, unë pagoj... 10 euro? Ore, qa po thua, unë pagoj 30 euro në muaj chat GPT?
Edhe mi nxjerr të gjitha ai, mi ban ai vet. Po ta krijon domenin ChatGPT-a, a vash. Po çfarë të bën ChatGPT-a më plak? Po do pa kush domen më. Ore pa im krijon domenin, krijon faqe, më jep kodin se si ta gjestoj. Po më të gjitha. Është programuese. Fiksa mamës, i duhen se leka tjere. Ore, me $10 të pa unë, me $10. Një funi shok, me $10. Ani të gosë, si ata indianë që... E bërë me shtatë, Del një indianë Fiks, me €7 të pa unë, se i kërkoj skonta. E keni parë të video me atë kompaninë që gjithi delegojnë të punët në për indianë, dhe kur bëjnë kështu meeting, se cilë nga këta punësit ka fut indianë me vetat. Gjithi indianët merë në vesh një gjithi. Jo, se kam parë. A mund të shofim në share? Live? Të videon, jo, se du të kod me gjithë. Du të gjithë, aha. Duke sa përgatitur që jemi. E pra. Me këto temat do të përgatitim më shumë. Do të punojmë shumë me temat për mendimin tim, do të punojmë nga fillimi. Produksioni do të avash do krijojmë neve skaletën tonë. Të temave dhe të argumente. Ose s'ke tema, ose ja Big Brother marrë për shembull, çfarë do flasësh? Marrë Big Brother. Si kishte ajo që fitoi edhe një? Egla. Ne kemi të zonës më bene. Ore, po Ferma Vip kur mbaron? Ferma Vip ka dhe 4 prime. 4 prime. Po me kokë. Ka 4 javë domethënë. Jo, 4 prime jo bën 2 prime një javë, edhe 2 javë. Edhe 2 javë, 2 prime. Shiko ku ka vajtur më plak. Po pse si thot? Shiko ku ka vajtur. Para 3 vitesh do thoshte puntata ai. Që është bastardizimi shqiptar. Po, por fjala e momentit më in është prime. Prime. Më puntata. Është prime, na çuar vesh me fjalën prime. Okej, po, dhe mund ta thosha puntata, po. Jo, diçka më përshtypje tek to është para 3 vitesh ishte një pjesë në javë ose një puntat, një prime në javë, ku tani domethënë ai shumë është tuar, ose ai shumë jam mësuar njerëz, ta duhet rrit ajo doza, domethënë. Po, sa është dopaminës. Domethënë atë. Duhet 2 herë në javë, mas 2 vitesh mund të jetë 3 herë në javë, mund të jetë 7 herë në javë. Çdo ditë. Ose live të një kanal ku dhe drejton. Po, kanalin në javë që shikon ata. Po. Jo, vetëm kanalet I kemi apo them. Prime vetë. Kemi maratonën aty, siç është maratona e zgjedhjeve, që rrin gjithkohon ata. Fillon ai shpejt ishin 6 njerëzit materiale tu hap, e deri në fund pastaj kutia. Tiran kuti dole me defekt, ata I filan flet. Kujt po intereson, ajo po ne. E kështu të bëna, kështu ferma. Po shumë, a bëjnë më bene zgjedhjeve, votoni Erlindin? Erlindin, po. Që se të këndal një tjetë. Por mos shkoni fare më plak. Po shumë plak tani, edhe do që t'ja heqësh të drejtën e votimit, që njëm shumë dakord t'ja heqësh drejtën e votimit njerëzve mbi një farë moshe, e thu, ti që e ke të moshën, thua s'do shkoj. Tani kush do votojnë plak? Do votojnë ata? Kush do votojnë? Ata të administratës? Po kush tjetër? Ata dhe pleqët. Ata votojnë gjithmonë. Ti pleqëve, po ja heq? Pleqëve? Aja hoqë pleqë. Ba, po me regullat e mia, normalisht, po. Po me regullat e tjera, po flasë ju kërkojmë 10 pleqëve, se nuk ju hoqëm gjatë. Me këtë si jam dakord me ty fare Beni, që thu mos votor. Do të shkosh votosh o plak. Po pse më plak? Po ku të votoj tjetër mu? Si më ku të votoj tjetër? Më mos votoj më plak. Por e është drejt, nuk është detyrim. Po mirë, po ti, si njeri I përgjegjshëm tani, si mendon ti që do I vej fati kësaj pune? Ezëm, ti nuk shkon të votosh, ato nuk shkoj? Okej, po. Nuk shkojnë të gjithë. Po. Nuk shkojnë, nuk shkojnë të gjithë. 95% e njerëzve nuk votojnë. Votojnë vetëm 5%. By default, ajo qeveria që do vi, është legjitime në sytë të gjithëve. Kush e thot që është apo se? Ore, është apo se është?
Ore, po lere ligji, po qa ligji, po thua mos... Ligj po themi ne, po qa ligji, mo plak... Ore, ju më thatë vetë mua, një sekund, ju më thatë mua... Ajo gjykata kushtetutëse thot hetoni këtë personin, ose hiqni imunitetin deputetit, deputeti është akoma aty, deputetja. Si më thua mua ligj. Po mirë po të ligji, të kemi ngellë më plak, se po qa ligj, o zotri, kjo qeveria që do votojnë ta 5%, do jemi ne që bëjmë pjesë 95 që s'do votojmë, do e gjykojmë të qeverinë, do jetë qeveri e pamoralshme. Jo, një sekond që të funksionoj kjo, ti duhet të gjykosh dhe këta persona që votuan. Si të gjykosh? Po duhet të gjykosh ti. Po si dhe më gjykova, çfarë fitova? Ore t'ja bësh me gisht rrugës. Ja bëra. Votojmë, ai punon mësues, punon doktor atje. Ai thot, "Hum punën." Ta votojmë. Ta lej punën. Prandaj duhen njerëz që nuk janë të ndikuar si puna jonë, vetë ta shkundi votën, kur thot ajo. Fjalor popullore. Ka më plak të votoj për Arlindin. Për Arlindin më plak. Direkt, për Arlindin do i thyej të gjitha principet e mia. Po. Do i thyej. Po i bëjmë reklam se sikur na ka dhënë lekë Arlindi, po. Po s'ka një tjetër. Ku ka qenë? Arlindi na rrisi pensionet kur marrin pensionet ne 78 vjeç. Po. Po tani unë gjithmonë me këta të rinj kam qenë kështu. Kur ishte Ben Blushi në fillimet e veta, në filmet e fundit e vet. Po kam. Po mirë, atëherë në fillim ai ishte. Atë periudhë të Beni, ai ishte. Atashi. Se kishte Ben Blushi atë tien? Libra, po. Në atë periudhë që ishte ai, s'kishte Arlind atëherë, s'kishte Adriatik, s'kishte njerëz të tjerë, edhe Beni. Të adashiot, vajtëm atje, na priti mirë, na foli, na bëri. Pastaj doli pak fare legend. Pak fare. Po se i dhan punë, i dhan rrogën 100 milion lekë atje. E la librin. Aha. Para Benit futon nga ke topi edhe. Para Benit ishte Gjergj Bojaxhiu, një palë zgjedhje më parë. Gjergj Bojaxhiu, fiks. Po dalin gjithmonë kështu, po ta vesh re dalin gjithmonë kështu. Si ka mundësi? Ka mundësi sa të dush, po se gjithmonë do ketë ca njerëz që do mendojnë, do kenë atë pjesën e ideale, atë pjesën kështu. Po thjesht ka. Kurse ky Beni tha vetëm atëherë tha, unë pata mbështetje tha, ai kishte iden tha, njerëzit më mbështetën tha dhe lash fare. Po nuk është gjë që bëhet për një muaj, ai doli 6 muaj para zgjedhjeve. Kujtohet se do stot debatet me 6 muaj. Dojtë që ndryshmëria ajo që e. Normal më plak. E pas të këtaj duan kështu, sot për sot. Po, jo më aji e di që do shumë kohë, po thjesht justifikimi. I erdhën ofertat edhe nuk duhet. Në ofertat. Po, sot e tjetëri 100 pranoj ofertën e lakutin, po normale më plak. Laf është e. Goxha rrogësht. Goxha rrogë. Po është e bukur. Tani, kalojmë të një temë tjetër? Po folja. Aje. Se ju e kemë për temat, unë sot jam i ftuar. Po dalim me ta gjithë gjithmonë. Ore na thojnë një temë ti na showbiz italian. Fedezi. Nga showbiz italian jo. Fedezi maroj punë nda. Unë da Fedezi? E di pse ka që Fedezin kë, nuk e di e gjove të herë ka lume, se i hasbullun. Jo, se thashë se në gjove gjithë. I kishë më betin me atë, me Kjarë, Kjarë i shuin atë tjetër. Kjarë, si kishtë Kjarë? Ja se kënë të ashtë ku se dim bje më në këshu. Pa, i di dhe masën e nesë. E gishtit, ku dhe unazën. Po, atë fiks. Chiara Ferragna. Me më mirë, jo s'ka një që mirë. Unë Fedesin e njo. Se në Instagram. Jo, Fedesin e njo se Fedesi ka një podcast. E te podcasti ti
ton futbollist. Po ti e di sa polemiku hap pasaj për pjesën e podcastit të Fedesit, sepse e kishte me atë çunin tjetër. Që kam idem, as që më rruhet topja majt fare. Nëse unë të Dili rilsat na futbollistët. Po nëse, pse u hap, aman. U hap polemik sepse ishte bashkë me atë çunin tjetër, ja harrova emrin tash. Se si kishte ai, edhe me pjesë ligjore, domethënë se kishin me përqindje, pastaj donte t'ia merrte të gjithën ai. Dhe ja la, domethënë me gjykat, me gjëra e morë ai çun tjetër të drejtat të podcastit. Se po ishte shumë mirë domethënë me pjesën e podcastit në Itali. Ishte një nga më të ndjekurit, edhe morë ai tjetri. Luis e kishte emrin, Luis Sali. E tani podcasti është pa Fedes. Podcasti po e ka Luis. E Luis dhe ka ndërprerëm duke të s'po e bën më. Ose nuk është Fedes. Jo, nuk është Fedes, jo. Edhe ai e ka ndërprerë, po u prishën domethënë sepse gjithë studio, gjithë ambientet ishin të Fedesit, ky kishte investuar gjëra të tjera edhe. Bet VK, po. Thjeshta për info, nëse të pyet në një rrugës të faktore, çau bëm atë podcastin e Fedesit Luisit. Kur ta komentojnë të shikuesit aty poshtë. Po i the Luis ai në rrugë do mendoj Luis Eli. Nuk do mendoj Luisi me Fedes. Ai ka Luiz. E ka Luiz. Me shkronja kapitale, jo kështu. Po. Luiz. Po pse ky se ka? Luis, me s. Luis. Luis Sali. Ka kështu. Se është spanjoll që jetonte në Itali, nëse shumë e koklavitur gjëra. Interesante. Edhe kështu showbizit. Gjithë showbiz italian për momentin është në qetësi. Në stagnacion. Ka ato reality show të veta aktual. Ka marrë pushimet. Po, ka marrë pushimet se marroi Grande Fratello, kështu që. Berlusconi vdiq. Si? Berlusconi vdiqte. Berlusconi, po. Ore, pata të videon, se po filloj dhe unë. Të vdekjes Berlusconi? Jo vdekjes së Berlusconit. Nëse keni parë të klinikën në Zvicër, nuk e di se sa ishte 150.000 euro, 200.000 euro me tarifat, me abonimet, domethënë që të ngrinte. Po e pash, më doli pra. Të ngrinte. Të ngrinte si trup. Të ngrinte si trup. Të rritë gjatësin. Po, në kamët. Po, përshëndetje. Të ngrin. Të friz. Të friz. Okej, kanë kufjet. Po, më plak, po kjo s'është herë e parë, kjo po bën shumë kohë. Shumica prej këtyre që janë ngrirë. Po bën shumë kohë. Kisha parë të parë unë, edhe njëshëm ka thënë njëra më përpara për një në Amerikë se ishte. Po kjo të më thënë po bënte dhe mos gaboj ditë kishte. Kishte disa veta që kishte ngri. I kishin fote ngrirja. Se kohë më parë. Okej. I pari që është ngrirë është James Bedford në 1967. Dhe janë ngrirë të paktën 250 grupa dhe të paktën 1500 të tjerë kanë paguar gjap për të ngrirë. Po sa kohë? Ore, për të ngrirë ata kur do shkrin ata, e din ata kur do shkrin. Po kur ka fillu ngrirën pra? Ai ka paguar për të ngrirë, do ngrihet në të ardhmen, që ai është 50 vjeç tani. S'ka filluar njëri ngrirë akoma. Jo, po një sekondë, 150 veta janë ngrirë gja. Po janë fut ngrirë. Po pra çfarë viti janë fut ngrirë po themon? Po të sekondë. Po na 70-ta e sot më plak, nuk është se. Dhe janë akoma në ngrirje? Po shumica prej këtyre janë dekompozuar gja. Po i sekund, kjo e Zvicrës, që lexova unë. Po mirë, i bie që si punon ngrirja. Ore, një sekund tani, se kjo është çudi njerëzore. Ore, ju vërtet mendoni se ti mund të ngrish kaq kollaj pa pasoja negative? Se ka që do shkoj keq aty? Ha, ma shpjegoj. Ta shpjegoj. Kjo e Zvicrës, kishte gjetur, domethënë me atë që lexova, i ngrinte persona dhe në vend të gjakut, diçka e tillë, domethënë ja hiqte gjakun se çfarë bënte dhe i fuste një lëndë tjetër
e cila mund të bënte punën e gjojat e gjakut dhe mbante organet në jetë. Domethënë që nuk dekompozoheshin. Dhe këto do ishin në ngrirje deri në një afat të papërcaktuar, derisa në të ardhmen do dilte, nëse do dalë, një medikament ose një ilaç, nuk e di, që të bëhen të panvekshëm. Po kështu ka qenë gjithmonë procedura. E gjithë ideja e kësaj kjo është, më. Nuk është se është bën për ndonjë arsye tjetër. Ata persona në të kaluarën e kanë bërë për këtë arsye, nuk është. Okej, po ti po thua që janë dekompozuar. Po janë dekompozuar më plak sepse teknologjia nuk është aq. Ose qelizat ka moshën, qelizat do prakë. Nuk është, po përveç qelizave ka pasoja negative për çdo gjë, të cilat nuk mund t'i parashikojmë. Ndoshta ky Zvicës është më mirë. Po që më e mira, një sekond. Ajo e Zvicës, a kanë ata persona që do ngrinë, a do në shkruaj një flet që në qoftë se shkon që keq, nuk do mbaj fajtor të kompaninë? Po normal. Normal që po. Po normal. Atëherë nuk është kaq. E sigurt. Ore, ajo e sigurt është dhe në qoftë se ato nuk firmosin që, se nartë e mirë i ke. Po nëse nuk është gjë e re kjo. Kjo është goxha e vjetër. Nëse ishte një vite që më dojtë asilje. Budallik më duke më kjo gjë. Budallik s'është, si është budallik? Po pse do të ngrish më për tani? Ka moshë do mendon se duhet të ngri robi për shembull. E zëm se do ishte si opsion. 60. 60 ca. Po mi, 63, 65. Sa fillon demenca kështu? Po mi, je 65 vjeç tani. Do të fusim të ngri aty. Aty të ngrish direkt. Po. Do të thojmë ku diun, mas 20 vitesh, mas 30 vitesh. Jo, më pak, ai po thot. Jo, vitesh. Ai po thot pas, po. Po sa më? Pas 100 vitesh, 200 vitesh. Po, çfarë do bësh pas 200 vitesh? Ora ai do të ideja është që unë do shkrijem prap në momentin që pavarësisht se ka moshën 63 vjeçare, ku do shkrijem. Nuk do të vdes më kur. Jo, po nuk është çështje se thjesht nuk do vdes, po do ketë disa ilaçe ose disa mekanizma. Do e shpiku gjëra të reja që më bëjnë çun të ri mua. Si ai filmi, është i film, kështu që i merr të vitet njërit, ja krijon të tjetër. Nuk e din çse keni pa. Me Justin Timberlake. Po, me Justin. Okej. Film idiot me qenë Allah. Jo, logjikën e ka të bukur. Është. Mos ta bollizove film. Por kemi parë film të bukur me Justin Timberlake. Jo, vetëm të kam parë me Justin, në një tjetër kështu, si tip parodia. Po më, nuk është se mbahet për aktor, më. Nuk është se pretendon që është aktor. Mbahet për mirë se dhe jo. Okej, po thjesht, unë desha thoshe që filmat e ti nuk janë të bukur. Po mos tash edhe Beramero nuk është se ka bërë film, ka bërë një klipe, por nuk do thotë se është aktor i mirë. Jezu. Dhe varet me kë i ka bërë. Po. Edhe çka ka bërë. Po. Shushe. Ore, keni menduar ndonjëherë? Si ka mundësi që disa emra në Shqip nuk gjajnë kaq bukur? Po ta përkthesh ti në anglisht. Me Justinin e këtë. Ja më bukur, jo më plak. Behari. Në anglisht, Summer. Ty si shqiptar, të gja më bukur. Behari. Po Summer ekziston në amerikanë të Summer për ka në goce. Okej. Dhe ne kemi Vera. Vera. Ata nuk e kanë emër burri në anglisht. Ani kemi, për shembull, kemi emrin Shqip Bekime. Po. Okej. Po, Bekime, fonetikisht nuk është emri më i bukur. Ja. Ne kemi dhe italisht, një sekundë, ne kemi dhe italisht që është Benedetto. Po. Edhe ky nuk është se ndonjë emër i bukur. Flasim me këtus, do shtë për italianin nuk jetë emër i bukur. Po, same shit është dhe për italianin, nuk është se ka...
A Benedetto që si thon shkoll Benedetto? Beta Ben. Ben. E lidhe me anglisht Blessing. Që shumë e bukur. Blesi. Blesi. Bukur. Ide e bukur kjo. Ide bukur. Se kisha menu në herë. Jo, se kisha menu në herë si. Ai që desha thosha unë që ndoshta anglishtja e gjua më e bukur nga të gjitha. Jo, se anglishtja është një dibrancë e folur keq, ka thënë Sazanguri. Ka thënë, po. Sa ditësh. Qa ka thënë Sazari se që i matë? Po, që anglishtja është një dialekt dibran, po që është pak i folur keq, nuk është. What the fuck? Po, nuk e di se më të thonin në dibrancë kësaj what the fuck. Qa në kupton të Sazani me këtë? Ose aktarën me këtë të rinë, pra që këtu ka buruar gjithë toga. Që kanë ardhur gjithë, pa. Me teori konspirative. Shiko dhe. Edhe Sazani pjesë e këtyre, ha? Po, normal. Të gjitha në Shqipëria kanë dalë. Po. Po si ka mundësi që jemi në fund neve, jemi kazani botës. Apo sepse në kanë i natë. Në kanë marrë atë, kryesorën, në kanë marrë nektarin. Në kanë marrë me sharin? Nektarin. Edhe me sharin në kanë marrë. Po në kanë marrë si në kanë marrë nektarin? Ishte një kështu një... Në kanë marrë atë për një që i batut nektar. Në kanë marrë pjesë më të mirë, në kanë marrë me sharin. Esencën. Ata kanë marrë dialektin. Esenca ka qenë dialekti, pra, në kanë marrë gjurë, në kanë kriju gjuhë të reja. Ore, esenca është fast food Tiranë. Po... Së është më nuk e ta? Nuk është më esenca. Jo, do të hapim në. Nuk e të së është. Përshëndesim ish punëtor të esencës. Që se në ndihë. Ore, qa në kanë marrë neve? Se këta në të mëdhej për koktime. Jo, po supozohet tani që na kanë marrë ato pjesë më të mira që ne kemi padur, e kanë kriju kulturë të reja, duke bazuar te kultura jonë. Nuk kemi pas kulturën e kopju. Kanë kopju. Po më ata thonë që kemi pas tani. Çfarë kulture kemi pasur ne? Kulturën e ilirëve. Shkrije kemi me kulturën e pellazgëve. Shkrije kemi qonë vajtë më keqë, s'kemi lidhje fare as me ilirët, as me pellazgët, fotja por të skotë. Do të shajnë verin, po... Plako, po të vi Gjergj Kastrioti tani të lindi prap, edhe na shikoj ngrira, jo, po t'ishe ngrira. Po t'ishe ngrirë, fix, po t'ishe shkrirë tani. Na shikoj neve Gjergj Kastrioti, na shikoj neve që jemi këshu shkurtuar, zezakëruar, jemi pulqëruar, jemi mongolojt, se ashtu jemi. Ti Gjergjin, qarë figure ke në mëndje kështu trup matë që shë përshkruj? I lirët, ata që ishin kështu, kanë qenë të gjatë, të bardhë, bardhosh, kokuq. Që po në një shtetë gjithë. Po që kokuq janë zërë kokuq të ashtë më plak në shqipë. Po nese, po ashtu kanë qenë të bardhë më plak tani, nuk ka qenë nësmerë. Nuk kanë qenë së punë e ime. Po që të ashtë? Okej, më plak. Ka një debules, Beni. Po ka qenë... Si ka flokët Kjara në thë? Kjara jo se shbion. Ore prita ku këlloj njerë. Kjara Ferrante. Ferranje. I di dhe emin e tjatit. I di dhe emrin e tjatit? I di ti. I di dhe emin e tjatit. Sa vjeç është ka? Po e mirë duket. Po normalisht është e mirë. Qa, po... Modele më? 87-ës më plak. 87 është 37 vjeqe. 37, 3.7. 3.7. 3.7, po... Po, është qik draft parë. Nese. Sorpresa inversilia fede se Chiara Ferragni sono a forte dei marmi, ma non insieme però.
Okej. E kam bërë këto si shërbizjon që janë darë. Po thoshin për pellazët për i lirët. Pellazët, po. Ajo ideja jote që ishin të dhejnë. Po, janë njerëz ndryshe më plak na neve, janë njerëz shumë ndryshe. I gjithë me zdeu. Janë, sikur janë akoma, i përshëndes. Po. Ore, keni parë grek juve? Grekët tani. Nuk ka lidhje me, po si tuqi se gjithë, se na pushtuar një 500 vite, gjithë me zdeu, unë e pushtuan ata. Një 500 vite. Ky që ka pasur shumë qiftëzime të padashura dhe të dashura, gjatë tyre 500 viteve. Ne jemi genetikisht njerëz shumë ndryshe. Me ilirët, me pellazgët, kemi atë trashëgimin, po jemi njerëz ndryshe. Kemi ndryshe. Për ilirët ne. Po tani ndryshe është normale, më që dhe është ndryshe se edhe analizat e tregojnë atë, këta që bëjnë të analizat e ADN-s e këto e tregojnë që ke gjurmë për shembull nga njerëzit që kanë jetuar këtu para 2000 vitesh, por ke gjurmë, nuk ose je fikse ai robi që ka jetuar para 2000 vitesh. Tani që kemi gjurmë, kemi ca gjurmë i lirës. Po mirë, kemi gjurmë, kemi gjuhën tonë që është e veçantë. Po kaq më plak, nuk është se kemi do krahasojmë Shqipërinë me Greqinë. Bani mendju një sekond, bani mendju se unë kur kam qenë kështu në 8 vjeçare, sa plak që jam, kishim 8 vjeçare atëherë. Po. Unë një vit para kështu po ndryshu sistemi. Kishte një ide që Shqipëria ka pozicion strategjik në më të mirët në botë. Po ka qenë, është akoma kjo. Si, e pra. Është kjo ide jote më plak tani futja po dhe skot. Është akoma historik kjo, po jemi strategjik komplekt tash se Serbia. Po Serbia disa po lufton Serbia. Ore na më të mirë në botë më plak, na më të mirët në botë. Në botë tash, pas egzagjeroj shumë ti. Ore në Evropë. Okej, në botë, në Evropë. Jo, as në Evropë nuk thon. Në mes dhe ne jemi mirë. Në Ballkan jemi mirë. Në Ballkan jemi mirë pra. Në Ballkani perëndimor. Jemi vetëm ne dhe Kroacia. Disa po lufton Serbia për me pas një dalje ndërmën, po lufton me Malzi, me Bosnjë, ne duke bërë lufta e gjë vetëm që të kapi një rip tok aty që të bëj një port me dy anë të vogla. Se s'ka dalje ndërmën. Okej. Të marr vesh më plak. Po prap neve vetëm sepse Serbia, që prap është një vend super i lodhur, po lufton për dalje në det, nuk është se ne kemi pozicion strategjik. Po kemi se ne shfrytëzojmë detin, po ne thjesht e kemi aty tjetër. E pra, këtë do thosë, se nëse ne nuk e kemi shfrytëzuar, nuk do thotë që nuk e kemi, Po nuk e kemi më plak, nuk e kemi. Ose sipas ke pozicion strategjik, sipas ke pozicion strategjik më të mirë se Greqia, Turqia. Po themi Ballkani. Po Ballkani perëndimor 6 vende jam o plak tani se Po ideja ishte që Shqipëria ka super pozicion strategjik. Tash ato e hiperbolizojnë. Me Europën në botë. Qa mund të themi për vendet tjetër? Po tani ti po krahasojsh me Bosnjën, me Kosovën. Me këta, me Tranguta. Maqedoninë, me këto që na ndodhen. Me këta, nuk hapemi shumë. Me këto se me këto mendimi tamam po themi neve. Se qa thonë ato. Po ne ta mbështesim mendimin ty po. Është puna që ata nuk është e thonë që të keq, ose mirë i bëni çike robit që po thonë që ne jemi mirë ku jemi, ose në pozicion mirë jemi. Tani është edhe gjë që nuk e kemi shfrytzuar, nuk po e shfrytëzojmë akoma. Po, figures. Po ne mirë jemi këtu, ka. Det kemi, mal kemi. Çfarë do të thotë? Pusha kemi, pallate kemi. Pallate po. Asfalt kemi sot. Bunker kemi akoma ça. Çfarë do? Kemi ça. Kemi 2 bunkar. Uj, kemi 24 orë, uj të pishëm. Uj të pishëm. Po, të bëhet Elbasani me uj të pishëm nga 18, thoshte në 24 orë. Uj të pishëm, do më të loj. Na 18 në 24. Deri në 24, po. Po të dalë do të bashkisë të pi ujë. 18 megabajt shpejtësia ujit. Jo, nuk është punë shpejtësia, po unë them që a do jeti pishëm apo jo, apo thjesht ujë rrjedhshëm. Ujë rrjedhshëm. Normal se ato dhe sot e kësaj dite i thon, domethënë, ujë, kështu i thon ujë të pishëm.
Prandaj dhe ne deri para teknikisht që ti kishim thjesht duhet që kur ta pish ti mos të vdesësh. Dhe unë jam gjatë. Po ti e gjatë, po me pasoja. E deti beni që kjo që the ti, e ka thënë një drejtëreshe Bashkisë Tiranës, ku e kam pyet, domethënë që a pihet ujë në Tiranë, dhe kjo ka thënë që s'ka vdek njëri vetë, domethënë që është i pishëm. Po, ka vdek njëri. E ka thënë kështu tekstualisht. Po. Bravo. Dhe s'ka vdek njëri megjithatë, e tallim po. Po. Nuk ka vdek njëri në rregull, po pasojat ndoshta. Ideja është që ti duhet të pish një ujë që të përmirësojë jetën. Dhe cili është ai ujë? Qafstama, e përshëndesim. Pak lajfiza se tash sa po pirë. Po të gjemi sponsorin tash se zërim. Do marrim lajfiza nuk na sponsorizon. Kemi ujin, se si u thash, aty që ishim në Furnar me çunat, Furnara për gjithë ata që se njohim fshat afër Elbasanit. Është një pikë turistike ndërkombëtare. Po, tani, jo, ku do me dalon tash, që Elbasani ka të ujin, çfarë quhet? Lukanika, çfarë quhet? Bukanika. Bukanik. Ka ujin shpati. Nëse. Okej, tani ne vajmë te ky lokali në mes të Furnarit, edhe uji që shërbej te ky lokali ishte uji Dukat, që është një fshat i Vlorës. Po, do ketë kap me të lirë më? Po s'ka vajtuar Dukat në Furnar më plak. Ore. Po ka kapur ofertë më plak. Atë do të ketë 100 lekë bidoni. Po mirë, më fal. Po çfarë oferte mund të ketë pas më të mirë uji Dukati që e ka mbush në Dukat ai tjetri, edhe e ka sjellë në Furnar, se sa ai Dukati ti ka sjellë ku dëgjon. Fanta, i ka sjellë B52-shin, nuk e di unë. Po, që i bëjnë kështu, për shumë, me 3 koli pije freskuse, t'japi një koli ujë. Fale, se insiston dhe këto. Sa lek pushim atë? Një tangente kështu. Sa lek bën një B52? B52 shove 800 lek. 800 lek në dyqan. 802, ndjes, 802, jo B52. Është 802. Se na herë në gjyq. 802 tash. Apo ai që B52 B2? Jo, po B2 isha ajo pija energjike 100 lekëshe, po jo, në fillim ishte B52, që ishte holandez dhe vinte dhe kishte marrë Arcelor Grupi, se po kalojmë tash, e kishte marrë ai që është në Shkodër. Sa reklama keni bërë? Çfarë bëri fix? Çfarë bëri ai Arcelor Grupi? U fuqizu, po bëri 802. E ka marrë patentën tash, patentën. Ishte po që B52 dhe krijoi 802 e vet. E ka edhe në gjithë duket ai. Më duket se humbi këm apo fitoi. Humbi po ka humb, po normalisht çdo gjë që funksionon. Ktu se çka ka bërë, domethënë çka ka bërë. Se loga është e njëjtë. Loga është e njëjtë, po çka ka ndryshuar. B52-shin bën tek rrethi lart, ke rrethi i parë lart, që ka bërë një rreth lart. Ka bërë një vizë kuqe. Bravo. Jo, ka bërë një vizë hapësirë, domethënë, që të duket, domethënë ka ndryshuar, që të duket si 8. Bën e ka bërë 8, edhe 5-ën e ka bërë sa. Domethënë ka ndryshuar çik këndet e vizimeve. Nga B52 në 802. Dhe kushton 800 lek, meqense ishte. Po, ai origjinali? Një sekond. Okej, një sekond. Origjinal nuk kam origjinal këtu. Kam origjinal. Ore, shikoj. Po ai ziu ç'është ai? Ai ziu është B2. Po. Është B2, është B52. Atëherë, B52 më përpara ka qenë ai griu që ishte më i miri, 700 lek, 800 lek, ka qenë ai i ziu B52. Duke se B52 e kanë lënë atë të ziun, është për B2 që e tjo. Ajo gria që është e mirë, në shije, se ma në që se më të po i njëjtë atë, 802 është më që. Shtë të ere. Kanë kështu bidona këta? 2 litrosh? Bidon, jo. Bidon ka pas pitbullit. Pitbull ka shënë i dërë. Ka akoma. Pa. Pitbull. 1.5 litrë. Interesante. Pije energjitike. Të me që se ra fjalla. Energjike. Po, në falni, pije energjike. Me që se ra fjalla.
ishte imazhi i 82-shit Luis Dellë. Normale. Mbaroi kontrata dhe vajti me Golden Eagle. Ua, komar ore Juve, një njeri që ka pirë Golden Eagle 5 vitet e fundit. Po, njof. Ore, këtu ndoshta nuk është shumë e famshme, po pjesën e Kosovës, pjesën që ka Maqedoni, po që çon dhe jashtë. Avantazhi që ka Golden Eagle, krahasim me B52-shin, është që Golden Eagle ka dhe bidon, që mund ta pish. Kanë dhe format si mos. Se Piranor nga njëre në kohë. Po. Dhe la stena Piranor ka bërë. Një sekundë. Lexojeni çik për shkrimi. 82-shit. Jam të faqe të zyrtare. Doni shien e vërtet. Okej, prit. Shien dhe për dëgjues. Sekondë. Po. Okej. Doni shien e vërtet të energjisë me 8S2, pija origjinal nga Hollanda. Një eliksir i arti pasuruar me kafein, taurin dhe vitamina të shtuara për t'ju dhënë vitaliteti që i nevojitet ditës suaj. Balance përsosur e mbëlsisë dhe aroma elegante frutore i japin 8S2 shije unike. Kjo pije energjike prodhohet me ujë nga burimi ekskluziv i Bavarias. Jo kështu. Marr muaj nga ande e prodhohet për bërës të cilësisë më të lartë dhe teknika të avancuara prodhimi. 8S2 prodhohet nga kompania e minjo Bavaria në Hollandë dhe BM Group është distributori vetëm ekskluziv për Shqipërinë. E pastaj pasën ndryshu dhe emrin këndash të grupi pas ka bërë. Piko këtu për të lexuar mbi historikun e markës dhe autenticitetin e 8S2 e njohur së pari për publikun si B52. Klikova aty dhe është e njëjta faqe. Shikoj tani se kjo është. Po normale sepse nuk ka gjë, domethënë është e njëjta faqe. Më fal, ti mendon se ka njerëz që futen aty edhe e shohin historikun e saj. Unë gjë nuk kuptova me këtë pjetë energjike dhe më thoni ju nëse ju vjen me ide. Golden Eagle që po flisni, kanë zgjedhur tash në treg një pije energjike po Golden Eagle, po që është pa kafeinë dhe pa taurin. Me pak fjalë çfarë pije energjike është? Nga pije energjike bëhet në pije. Ore po pritaj shikoj, ore Golden Eagle. Prit ose Facebook sa. Një sekond. Jeni se? Po prit më plak një sekond tani ta gjej. Reklama. Red Edition Junior original, si e kisha? Sugar Free, Red Edition apo Junior? E kuqja apo blu? Blu, po jo Sugar Free, është tjerë dhe pjesën Junior. Nuk ti thot, po nuk ta thot për bërsin. A mund ta hapësh të lutem pse? Nuk të thot për bërsin. Sugar Free, Red Edition, prima che capitino nel Ja, është kjo. Junior, po kjo duhet jetë. Po ku ishtë për bërsi më plak? Si shash, jo, shka. Become our partner, një sekund. Ice-Tea. Jo janë prodhimet e... Pa qeshku ketchup. E prodhon Frutex. Po si prodhon dhe Golden Eagle dhe ketchup? Po Frutex i prodhon shumë gjëra, jo vetëm pije energjike ose ketchup, prodhon shumë gjëra të tjera. Ka lidhje mund të ketë ajo, si shoqëra. Po pse se kanë atë mbrapa? Shikoj tani, se çdo faqe tjetër që duhet të jetë ndërkombëtare, duhet të ketë atë foto mbrapa me gjërat me përbërësit. Ta lekë është aty ti? 69 lekë. 69 lekë të shparë. Po varet e ku shparë tani? Shparë një qëtu. Oj. Ja B52 shizi. B52. Erdit që po thoshe. Po ja. Pepsi. Peroni, Pepsi. Sa është Peroni, shive që? 900 lekë. 1100 lekë. Peroni, sorry, se për shive e bërë. Po mos të më 89 lekë, mo që shku më betë 89 lekë tani.
Po thoi 900 lekë më plak. Është me shumicë në pakitë. Nëse, po si ka mundësi që nuk ashtu? Po praktikisht e faqe shpajt. Ka mundësi sepse asnjë këtu përveç meje asnjë faqja e shpajt. Përveç meje. Po unë futa se Google-ova. Po tani logjikisht ti duhet të kesh info. Futu ke i faqe ndërkombëtare. Ja, prit ha. Futu të shpajt në Gjermani. Ja më plak. Ta bëjmë live. Monster, okay. Okej, kjo përveç se ka pas ka dhe Shqip, nëjse. Të kësira nga një listë. Emi të Monster. Që nga dhe Shqip, halal. Ky Monster ishtë Monster i lodhër. Ky është me i shëmtuari nga të gjithë. Ky është me i shëmtuari. Ky është njëshi, ky është me i mire nga të gjithë. Ta duhet pi njerëzi për energi. Kërse në ka paguar të podcastin për nesë. Ky është vari lesht. Ky është ndoshta kur është verë, hajde de. Ky është Si të gjë e mango se kam provu? As ky nuk është gjë. Panci. S'kemi shumë kështu. S'ka në të blumë këta këtu. Nëjse. Si ko ke një qenjë për shtjep? Stjep. Prit. Kushtet të Shme pak linku lartë, mësë është pikal. Po pikal është linku është pikal. Po duhet i ketë kë. Vendodhe, okej, bëj USA. Aty ke vendodhe ku ishe. Po pse ta ashtu? Po bëj USA. Bëj kamës. Amerikas... Qangë do të... Karaibet francez. Okej, Puerto Rico. Qa kam Puerto Rico? Puerto Rico pa... dhe kjo bluja është e mirë. Se i dhe vëndaliani të njef. Kjo bluja është e mirë. Kjo se është gjë. Kjo është njëshi gjithmonë. Kjo është e mirë. Nuk e kam gabuar. Kjo është gëgja. Kjo është super fare. Kjo është e vetë me mostë që ka kafein. Misebini. Jo, që ka kafein është që ka protein brenda. Okej, po të si ideja që hapëm të faqen ishte që e shatu. E si të këthejmë ke ideja. Ka pritane. Related support company. Okej. Kliko ke një nga të. Hamo të. Jo, atë. S'na i doli. S'na i shparit. Nuk është faj shparit. Po na e fut e Monster, si na. Zamir, ku do që... Një sekund. Na sponsorizoj që të kemë. Ja, ku e ke energy drink info. Okej. Qa ka taurin, të. Okej. Një sekund. Where to buy. Okej. Zamir, përshëndesim. Toj Zamir. Zamir. Zamir me. Po të tjetu, 100%. E nge të egzat shkajnë të shim. Një sekund. Du ta kemi. 336 mg për 150, 2 kafe. Në momentin që kërkam, për gjithësi. Ujtë që unë kam ko pa pikto pjetë energjike. Bajtë sa muaj. 212, po jo më... Po këto regjistron të share, po i bën share screen? Po di gjë. Besë se po? 25 në 75. Besë se po, se recording lartë është. Nëjse. Të kemi hap kap në këto anë. Priti, edhe një këshu. Hapje Coca-Cola në këtë. Jo, një sekund. O dhe gjesë së bënë kjo s'kam. Jo, a i lash atë. 400 mg kafein dita. Kush, Monster? Maksimumi. Që rekomandon FDA tani, për shembull edhe thot kjo,
Jam 5 Unë që kafe. kemi mungesë. Jam 5 kafe dhe një kafe shkurtër. Që unë jam brenda. Po që si ke këto 400 mg? Kola 2, 4, 6, 8, 10, 12. Po, spim. Dy Monster e gjysëm, po, unë i kam te kaluar të shumë herë. 50 bullë. Ja fusin kota. Po jam për Amerikanët, më jo për Europianët. Po kam shumë kafeinë ata. Po pra. Ata kam shumë kafeinë se gjithë. Ata jam më shumë të stimuluar nga të gjithë, në gjithë botën. Që dhe më thënë, ne duhet i më pak. Një pick-up. Si duhet të stimulojme më shumë më plak që po thua. Që të bëmi si ata? Po. Beshti si Trump, në masë zëtë. Atë do të. Po atëherë do marrësh pjesë në votime bene, po sikur dalës ti kështu kandidat. S'do marrim parasysh ka përqinë të lërë kafeinë. What? No. Po, më kokë me Arlindin edhe. Jo. Një sekund. S'ka. Keni parasysh që edhe diku te 10 minutë shko maksimum, ja? Okej, po. Ja se të dali kafeina zëtë rrisë. Jo, po që të tregoja s'pas ka wow, s'ka në Aderalta. Qarë është ajo më? Adderall është një drogë, është një kështu, është një drogë. është metafetamin në formë pilule. Pilula një ditë mbas, që është? Nuk qenë nga në Evropë. Nuk qenë. Do ta marrë, do ta fusim së shpejt. Jo, më se. Zamir? No. Po se futë... Zamir që se në gjonë ke një ide biznes të rritë. Pas ka rritë atë. Nëjse. Unë mendoj që ke podcastit tjetër të flasim për kompaninë prestigjioze Derby Plus. Qare? Qa është Derby Plus? Derby Plus. është që për në Ke pine jërë ti Derby më pitbulli. Jo, unë ato pi për vitri, që e ke përsi që bëjnë ato pakete për vitri. Gjashtet, po, kolli. Edhe më ato shishin e pitbullit si për ato të voglin. Po, me ato të voglin, po, gjithë kipëshën, bravo, po. Ore, Lina pia ime, me mira që kam që mbaj mend, ka qenë Lina Rikoko. Po, shumë e mirë. Lina Rikoko, po. Lina Rikoko ka qenë legjendar, por nuk besoj gjema. Po do të gjesh ato që janë prodhuar para 20 vitesh. Po, e majme. Me një që e kanë ngrirë aty. Fiks. Në Zvicër, e majme dhe unë, shumë e mirë. Edhe pse dishte, dhe më dhe kur e pjesë ishe me gas shumë edhe, po. E majme. Do të bëjmë tire list. Ore, e mani men pijen e famshme ju, Red Rock. Po? Red Rock që ka pas një shishe kështu se për gjatë, se ke parë si... bravo. Se gjema. Sprodojnë. Bravo. Duhet të bëjmë një kështu, një listë me gjitha pijet e vjetra. Po. Kusën dhe Kachorelin aty. Dhe Kachorelin. Sa bukur. Nëse. Do të bëjmë një listë me gjitha këto pjetë, të vendosim në një listë kush është më e mira në të gjitha. E kush bëjmë një rank. Sa bukur. Tani, to të bëjmë për episodin e radhës apo? Po. Jo. Bëm një hint për episodin e radhës, çfarë do bëjmë. Po.
Larguar, okej, shumë në rregull. Por çfarë gjetet tjetër? Se gjeti, mos s'ta të shop në share. Ore pi. Në gjes. Përshëndetje. A e shef këtë? Një sekund në gjej, bëtën. Qa për ti? Okej, qa është kjo? Taj Baker, Më plak, bë një listë këtu, së klas A, B, C, D. Se është me mira. Po pse do e bësh tu me këta? Jemi 2024 më plak, edhe i shkarkon foto dhe i vendos këtu. E debaton dhe i merë. Jemi 2024, si se dini qa është kjo, më zoti më. Ka Word, ka Excel, ka gjë. Po qa Word, më plak, do bësh një listë në Word, në Excel tani. Një PowerPoint. Unë mendoj me foto, të dalë unë këshu me foto, ke përsi shqytajnë të kerizu, dalë unë me foto. Diskutojnë të shqipte. Dhe prezentimi aty këme ato dy kanaqen ta televizat të para. Për ti Ferzis, kishte kërku derbi Albania, se e pashke këstori. Po më plak. Derbi plus. Po kërkoj unë më plak. Normalisht që kërkoj. Po pos Google-ove, tani po qa ti bësh se në Shqipëri, se derbi Albania nuk pas ka as faqe. Ka vetë në faqe Facebooku, nuk ka faqe këshu. Edhe me që mundësi e ka mbyllej, menaxher që e ka qenë atë faqen. Mos për shqipë njeri, vetëm ne të shqipë e kikojnë. I ka vajt njoftimin atë. A një email, se delte Yellow Pages, akoma arrojnë Yellow Pages, po tu del. Faqet e verda, libratori, pa. Del emaili in personi, tu me numër telefoni, por që nuk del, sepse të Google-o Shqip është kancer. Pra ne Google-ojmë italisht. Sa ka numrin e Robertëve? Ai nuk është kancer, po është tumor benign. Robi duhet Google-oj vetëm anglisht. Do me thënë, në anglisht ose në dibranqen e vjetër. Po, dibranqen e vjetër, dibranqen e historike. Përshëndesim gjithë dibrant e vjetër. Po. Jesë më taj. Okej, Delmosha. E mbidhim? Ne mbidhim, gjithashtu, faleminderit për ftesën. Ci vediamo quando ci vediamo. Po, edhe me tema kështu. Nga nesër do jemi kështu, në njëjtën kompani, apo? Po. Gjithë. Po, do mendoj për të njëjtën kompani. Po, që zë shajmë edhe. Jo. Qëne, kur e kemi shanë? Jo, asnjëherë. Ku jemi rekord, jo asnjëherë. Asnjëherë. Mbylli rekordin dhe shajmë bravo. Okej. I përshëndesim gjithë të shikues. Përshëndesim. Tele dëgjuesi, po pse tele, se nuk dëgjon. Asnjëri nuk shikon, ja? Dy dëgjuesit. Po edhe mund ta shikojmë plak se mund të shikojmë. Nuk e shikon në televizori. Po ç'lidhje ka më? Edhe në YouTube e pa. Do shikojmë. Okej. Me dy sy do e shohim, kështu që. Mirë. Në rregull. Tele dëgjuesit, tele shikuesit. Po mi përshëndet tele dëgjuesit, unë do përshëndes tele shikuesit. Unë të bëj si Jeni Çobani që përshëndet shqiptarët në Australi. Në Honolulu. Përshëndesim dibranët e vjetër në Zimbabwe. I përshëndesim zë si I përshëndesim, prapa. Igni çunave. Natën. Ciao. Natën. Ciao.